Do befasojeni, ja dëmet që shkaktohen nga pagjumësia. Pagjumësia për shumë kohë mendohej si një çrregullim me pasoja depresioni. Kjo mund të përfshijë vështirësinë për t'u zënë gjumi, zgjimet e errshme gjatë natës ose zgjimet në mes të natës dhe më shpejt nga sa keni shpresuar. Kjo mund të duket vetëm një arsye për të pasur eksperienca të depresionit për shkak të disa problemeve, të cilat mund të kenë qenë ngjarje të dhimbshme të jetës që janë bërë shkak i pagjumësisë. Një zbulim ka treguar se te personat e rritur me probleme të pagjumësisë ka më shumë shanse të kenë përjetuar ankthe dhe depresion më herët në jetën e tyre. Për të kuptuar më mirë si gjumi ndikon te depresioni, le të fillojmë duke menduar për sjelljet tona. Kur kalojmë disa orë pa gjumë, më shpum gjatë natës, edhe për të menduar në rrethanat shqetësuese. Ekspertët tregojnë se pagjumësia mund të lidhet me raste stresuese që kaloni gjatë ditës. Këto mund të ndikojnë edhe në krijimin e shqetësimeve.